Burreku në Zvicër kushton minimumi fillon prej 7 frankëve. Në erë si ide me qenë biznes tonin, me punu për vete. Ushqimet shqiptare kryesisht Kosovës. Klientela është mas pari krejt diaspora shqiptare. Ky emision mundësohet nga DT Group, 99 SM, Crypto Albanian. Unë jam shkombim Shatri, jam prej fshatit Kushten, komuna Prizrenit Kosovës. Këto jemi në Wettingen, kantoni Argaut, afër Badenit jemi këtu 2 kilometra parafërsisht. Burreku në Zvicër kushton minimumi fillon prej 7 frankëve, ka 8, 10, 12 në varë se qysh edhe në vendin ku është. Biznesi jonë në Zvicër ka nisur si biznes familjar. Kemi ardhur një herë si punëtor, kemi punu në fura zvicrane. Gradualisht kemi rrë kontakt me një koleg edhe në erë si ide me qenë një biznes tonin, me punu për vete. Këto punoj me familje. Jemi këto që 2 vite e gjys, tash i bëjmë offer 3, kemi fillu me këtë pikë për fillim. Po na kemi ushqime tradicionale, dhe më thonë ushqime shqiptare kryesisht Kosovës. Filloj me burekën, flijen, kemi këto kiflet tona që shenë Kosovë kemi edhe këtone. Por dikush në qofë se i bjen mall për baklave, për trileqe e për tolluma, edhe ato i kemi. Klientela është mas pari krejt diaspora shqiptare. Fillojmë, atëherë balkonit janë krejt me ato. Kemi Zvicrën, kemi Gjerman, ka Franqez, Spanjol, do më thonë gjdo kush ka jeton në Zvicër, krejt i kemi klientelë, do më thonë nuk kanë dallim, vinë kuj dikush se ka përvu, po dikush vjen e përvon, prap vjen. Fladë bro qysh tash ma herët, këta kanë prioritet numër 1, po edhe kjo halvvis, se na kemi kryesisht halvvis brot. Sepse na kemi mërue këtë furën Prizreni, që më thonë, me ushqimet tona shka i kemi poshtë. Veçori kose është pak ma interesant edhe kështu, brumi është ma i veçantë, është maruhet pak ma ndryshe se këtë tjerët. Kush do në burekat Prizrenit, kush do në ushqimet tradicionale shqiptare, na jemi në Wettingen, kantoni Argaut, Alberic Cvisis Shtrase, 90, në Wettingen, këto e gjindëm me gjithë shka kemi, do më thonë tradicionale shqiptare. Kur do që vjen, jenë mirë se ardhen, ju mirë presim, me gjithë respekt, gjithëve. Shënjestër.net